Opozita shfryzoi rinisjen e punës në komisionet e Kuvendit për të denoncuar procesin elektoral të 11 majit, por interesi i deputetëve në këtë javë të fundit të mandatit ishte dukshëm i ulët. Në komisionin e ligjeve nuk janë rizgjedhur 23 anëtar nga 37 që ka komisioni së bashku me zvendësuesit. E nga opozita në mbledhje morën pjesë vetëm 3 deputetë, të cilët nuk do të jenë më në shtator. Ç'është kërkesa juaj për procedurë? Sa analizën e zgjedhjeve ta bëj secila parti, nuk është komisioni i ligjeve për këtë punë. Nuk ju ndërpres, vetëm dua të rini tek rendje ditës se keni kërkuar fjalën për procedurë. Por më shumë foli krimi. Krimi foli më fort. Kërkesa për procedurë është që kjo lloj fitore që e keni bërë më ke se 96-ën është një rrezik i madh për demokracinë. Është një rrezik që jo vetëm gjatë fushatës zgjedhore që u përdorën parat e krimit, por edhe gjatë numërimit të votave u bë një manipulim. Nuk kishte quar numërues, por artist për manipulimin e votave. Ali Beja, i cili nuk arriti të zgjidhet me Partinë Djathtas 1912, hodhi propozimin që parlamentit mos mblidhet më, pasi nga zgjedhjet ka dalë kuvendi i ri. Në fakt, ne mund të jemi ish deputet. Ne nuk kemi dagrin për të përfaqësuar publikun shqiptar nga data 11 e këndej. Dhe unë do t'ju sugjeroja, do të kërkoja që të procedohet deri në teorik vetëm me shqyrtimin, për fazën e shqyrtimit të këtyre projekt ligjeve, ndërkohë që miratimi dhe votimi tyre, qoftë komision, qoftë në seancë, do duhet i përcillet kuvendit të ri. Pavarësisht propozimit Ali Beja, Komisioni i Ligjeve miratoi kalendarin e raportimit të institucioneve të pavarura, ku bie në sy se drejtuesi Spakut Altin Dumani do të paraqitet në Komisionin e Ligjeve në 24 qershor. Në të gjitha komisionet e parlamentit sot, veçanërisht tek integrimi dhe media që drejtohen nga opozita, deputetët demokratë i mëshuan qëndrimin se 11 maj ishte farsë elektorale.